Labinoti, me një ton kurioz dhe paksa të habitur, ju drejtua Hygertës me një pyetje që dukej më shumë si vëzhgim se sa si dyshim. Ai e pyeti nëse i kishte rastisur ndonjëherë ta shite Alben duke dal nga dushi apo duke tharë flokët, duke shtuar se vetë ai nuk e kishte vënë re asnjëherë në situata të tilla. Pyetja u bë thjesht, pa ndonjë qëllim të veçantë, si shumë biseda të zakonshme që lindin nga bashkëjetesa e gjatë në të njëjtin ambient. Hygerta u ndal për një çast, sikur po kërkonte në kujtesë, pastaj u përgjigj me qetësi. Ajo i tha se as ajo nuk e kishte parë, madje shtoi se kishte gati një vit që nuk e shite fare në situata të tilla. Për të, kjo nuk ishte diçka e çuditshme, por më shumë një tregues se sa pak vëmendje i kushtohet ndonjëherë detajeve të përditshme kur je i përfshirë në rutina dhe mendime të tjera. Biseda mes tyre vazhdoi në një frym të zakonshme, pa u ngarkuar me domethënie të panevojshme. Ishte thjesht një shkëmbim fjalësh, një moment reflektimi mbi faktin se edhe pse njerëzit ndajnë të njëjtin hapësirë për një kohë të gjatë, jo gjithmonë janë të vetëdijshëm për praninë apo zakonet e njëri tjetrit. Secili jeton në botën e vet me ritmin dhe vëmendjen e tij. Labinoti tunte kokën, sikur po e pranonte përgjigjen, ndërsa Hygerta vazhdoi të qëndronte e qetë dhe e sigurt në atë që tha. Për të dy, biseda mbeti thjesht një detaj i vogël i ditës, një dialog i zakonshëm që pas disa minutash u harrua, ashtu si shumë të tjerë në rrjedhën e përditshme të jetës së përbashkët. Ishte një ditë e nxehtë vere dhe banorët kishin organizuar një lojë të çuditshme në obor, të frymëzuar nga idetë e vellajt të madh, që gjithmonë shpik gjëra të papritura. Ludo dhe Hygerta ishin pjesë e një sfide të veçantë, të dy ishin të lidhur me një litar të trashë që i detyronte të bashkëpunonin dhe që çdo veprim i tyre të shkaktonte situata qesharake. Banorët i shikonin me kënaqësi nga anët e oborit, duke qeshur me çdo lëvizje të dyve. Ludo, që kishte për detyrë të hiqte një pjesë të kostumit të tij për të përfunduar lojën, filloi të hapte rripin e pantallonave të tij, ndërsa Hygerta nuk dinte ku të shikonte. Njëherë e drejtonte shikimin lart, njëherë poshtë, duke ndjerë një siklet të madh që i mbushi fytyrën me ngjyrë të kuqe. Banorët shpërthyen në të qeshura. Një fëmijë i vogël që ishte ulur në trotuar bërtiti. Ludo po humbet betejën me rripin. Dhe të tjerët filluan të qeshnin edhe më shumë. Ludo, i përqendruar në detyrën e tij, nuk e kuptonte fare se sa qesharake dukej situata. Hygerta, nga ana tjetër, tentonte të bënte grimasa të vogla për të fshehur sikletin, por çdo lëvizje e saj vetëm sa e bëri situatën më komike. Kur Ludo më në fund e mbaroi sfidën dhe vendosi gjithçka në vend, të gjithë shpërthyen në duar trokitje dhe të qeshura. Hygerta u mbulua me duar për të fshehur fytyrën, por nuk mundi të mos qesh gjithashtu. Të dy u përqafuan, duke e ditur që ajo ishte një nga situatat më të çuditshme dhe qesharake që kishin përjetuar ndonjëherë. Dita përfundoi me të gjithë banorët duke folur për këtë moment për orë të tëra. Lojrat e vellajt të madh shpesh çonin në situata të sikletshme, por gjithmonë përfundonin me të qeshura dhe kujtime të bukura. Ludo dhe Hygerta nuk mund të ndalnin së qeshuri ndërsa u ulën në një stol në obor, duke kujtuar se si një rrip dhe një lojë e çuditshme mund të bëjnë një ditë të zakonshme të bëhet e paharrueshme.